Për herë të parë një tenor I huaj do të këndojë shqip në skenën shqiptare, si protagonist në një nga veprat më të arritura muzikore shqiptare. Amerikani Roy Stevens do të interpretojë rolin e heroit ton kombëtar, Skënderbeut. Ndihemi lumtur që jam këtu për të jetësuar heroin tuaj kombëtar. Kam interpretuar në shumë gjuhë të botës dhe është interesante që këtë rol do ta sjell në gjuhën shqipe. Po më ndihmojnë me përshtatje në gjuhën shqipe kolegu im Erlind Zeraliu si dhe 2 motrat Zenelaj, producente të njohura shqiptare në Hollywood. Nuk e kisha menduar se do të vinte një ditë që do të hipja mbi një kal të vërtet në skenën e një opere. Këto ditë më është dashur të marr edhe disa leksione hipizmi. E kompozuar nga Prenk Jakova dhe libret të Lazar Siliqit, opera Skënderbeu nuk e ka prekur skenën prej vitit 1968. Pas 44 vitesh ajo ngjitet në skenë nga regjizori italian Carlo Saletti. Vetë regjizori shpreh se do të qëndrojë besnik pas qyrimit të periudhës së mesjetës ku zhvillohen ngjarjet. Megjithatë, elementet bashkëkohor janë të pashmangshëm. Skënderbeu konsiderohet si një nga produksionet më të mëdha të realizuara nga teatri I operas, me pjesëmarrjen e rreth 100 artistëve, përveç solistëve, koreve dhe trupës së baletit. Në realizimin e saj merr pjesë edhe orkestra frymore dhe trupa nga forcat e armatosura. Premiera do të shfaqet më 18 qershor.